Përshëndetje, mirë se u gjej, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do ja nisim sot në fakt në pjesën e parë me një temë e cila vjen në fakt edhe shkaktohet nga ose le të themi është një debat i cili vazhdon edhe vlon dhe për më tepër tani në këtë periudhë kur filmi Michael ka pushtuar kinemat e botës. Edhe në Tiranë, filmi dedikuar ikonës së popit Michael Jackson është duke u shfaqur në kinemat e Tiranës dhe sigurisht nuk mungon edhe debati që vazhdon dhe shoqëron figurën e tij tashmë, duket sikur e ka ndarë botën në dy pjesë, pro dhe kundër. Por, ajo që kemi parë është që kinemat në fakt kanë qenë të mbushura, sepse fansët e tij janë të shumë, duhet thënë, dhe vazhdojnë dhe ndjekin me admirim të madh, ndoshta me nostalgji të madhe, të cilën ky film duket që e ushqen mjaft mirë. Si ka ardhur ky film, si është realizuar nga ana cilësore, nga ana artistike, pra, si vjen, në çfarë niveli, po ashtu nga ana tjetër, pyetja që mbetet edhe do ta bëjmë patjetër edhe me panelistët tanë në studio sot, sa është e mundur ta ndajmë njeriu nga artisti ose artistin nga njeriu, duke pasur parasysh të gjithë polemikën dhe të gjitha ngjarjet dhe drithijet që kanë shoqëruar figurën e tij në këto vite të fundit, ku shumë gjëra janë thënë dhe dëshmuar, le të themi, nga shumë persona të ndryshëm, qoftë në dokumentar apo rrëfime të tjera, apo procese gjyqësore që kemi parë ndërkohë ndër vite. Kështu që mbetet shumë e diskutueshme si figurë, po kështu edhe ngjarja e shfaqjes së filmit të tij që sjell një histori jete dhe një histori suksesi, duhet thënë. Le të presim të ftuarit tanë me të cilët ne do diskutojmë në studio. E para që vjen është gazetare dhe shkrimtare librave për fëmijë, Rovena Rozhani, e presim. Rovena, mirë se erdhe dashur. Komplimenta për lukun sot, më pëlqen veçanërisht. Faleminderit që je këtu me mua, të ftoj të ulesh. Presim, ai është menaxheri i marketingut në Cineplex, në kinemat e Cineplexit, Klemi Sinakolli, e presim. Klemi, mirë se erdhe dashur. Faleminderit shumë që jemi ne sot, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar, ajo është juriste në profesion, por e pasionuar pas kinematografisë dhe drejton edhe podcastin e saj Arzon, Arsela Gjonaj, e presim. Arsela, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Dhe gazetari mirënjohur i Showbizit, Andi Vrapi, e presim. Si e? Mirë se gjeta. Kam ardhur kështu me vinyl me vete. E pas me vete. Po, jemi përshtatur me temën, po. E qartë, sepse në fakt po mendoja, thash unë Andi sa herë që vjen mund ta pyesësh fare mirë. Ke qenë te koncerti këtij? Ke qenë te koncerti? Jo, kam qenë shumë i vogël. Për përgjigje. Këtu kam qenë shumë i vogël, po, edhe është një nga ato dëshirat që s'do bëhet kur realitet, po nëpërmjet këtyre filmave prekim ndoshta nga afër edhe një lloj eksperiencë si do ishte po të ishim koncert, kështu që. E qartë. Të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh. Tani këtë vinin do ta vendosim këtu apo jo? Okej, me që e kemi. Tani, unë e di që fansat janë të shumtë dhe Klemi na e konfirmon, besoj kinemaja duhet jetë plot. Po, kemi hyrë në javën e dytë, tani kemi një përplasje bashkë me Devil Wears Prada, është një luftë në kinema. Ai shfaqet të javën tjetër, do të bëjmë dhe për atë një temë, edhe për atë diskutim ka shumë për të thënë. Michael ishte i veçantë. Michael i shkon për te filmit, sepse është personazhi, është ikona në vetvete, po nga ana tjetër është edhe njeriu me shumë drithije të veta, të cilat nuk mund mos komentohen. Nuk e di nëse filmi ka bërë këtë gjë, do të na e thoni ju. Kështu që unë besoj që çdo bisedë që bëhet tashmë për të shoqërohet edhe me këtë pjesë është e pashmangshme. Le të sjellim trailerin e këtij filmi, është vetëm ajo që ne mund të shfaqim sepse të drejtat e autorit patjetër që s'na lejojnë të shfaqim fragmente nga filmi. Ky është traileri i filmit. Ndërkohë, ne kemi ftuar të gjithë panelistët tanë sot që ta shihnin filmin paraprakisht dhe falenderoj shumë Klemin për mundësinë që na krijoi. Cilat ishin pritshmëritë tuaja para se të shihnit këtë film? Kur po shkonit ta shihnit. Pra çfarë mendonit përpara? Rovena. Unë doja të shikoja filmin pa menduar asgjë çfarë ishte thënë më parë për Michael Jackson. U përpoqja të fshija të gjitha lajmet e mundshme. Për fat mirë kam qenë. Jo, e kam fjalën në raport me imazhin që ke ti për të. Jo, në raport me imazhin që ke ti për të si figurë. Pikërisht, në raport me atë unë doja thjesht ta shijoja për të rikujtuar një artist. Kaq, asgjë më shumë se kaq. Çdo lajm të mundshëm, kohët e fundit kam qenë shumë e zënë, nuk i kam ndjekur zhvillimet se çfarë do të pritet për premierë etj. Kështu që kur shkova atje, shkova me një mendje le të themi të lehtësuar nga të gjitha ndikimet e mundshme të lajmeve dhe prita për hir të së vërtetës një film të plot për jetën e tij,
E dija që diçka do turbullojnë mes të filmit, por duke mos që në dijeni të lajmeve të mënyrës se si ishte transformuar filmi, pata një lloj zhgënjimi që ngeci vetëm në fillimin e karrierës ose tek maja ku shkëlqeu dhe pastaj pjesa e skandaleve nuk ishte në film. Megjithatë, thash me vete, është një film për ata që kanë nostalgji, që duan të shijojnë artin e tij, nuk duan të merren me pjesën e jetës, i lë të çlirët të gjithë fansat që ta shijojnë. Dhe vetmja gjë që do kisha dashur do ishte që filmin ta shikoja në një kinema të hapur, mundësisht jo me karrige dhe t'isha mundësi të ndiqja ritmin. Ishte pa mundur të rije në karrige gjatë kohës që shikoj filmin. Flimi? Unë po e prisja goxha si film të drejtën, e pash 2 ditë para premierës, e pash në IMAX në Prishtinë, në sallën më të mirë të mundshme dhe realisht me që Andi po përmendte që nuk kemi qenë pjesë e koncerteve të Michaelit, ishte ajo gjëja më e afërt që ne mund të përjetojmë e të shoqëruar në një koncert të Michael Jackson. Filmi kopionte në mënyrë perfekte, aktori Jafar Jackson, nipi Michael Jackson, ishte një Michael i vërtet, nuk mund të ndajë, do të ishte Michael Jackson që luante veten e tij, apo ishte aktori që luante Michael. Skenat e xhirimeve, skenat e koncerteve ishin shumë reale, teknologjia e përdorur në film përsa i përket audios, ishte në nivelin më maksimal që unë kam parë ndonjëherë, ndoshta ishte edhe efekti sallës ku e pash, është kulmi i teknologjisë, po filmi ishte një magji në vete. Ato këngët që ishin zgjedhur, siç e përmendi Rovena, e ndjek një linjë nga fillimet e karrierës së tij deri në majën, deri ku bëhet ai hiti global. Ajo çka unë do theksoja është një hapësirë mjaft e rëndësishme. Realisht po, unë e dija që grupi që po xhironte këtë film ishte i njëjti grup i Bohemian Rhapsody dhe ato fokusohen tek rindërtimi i skenave reale, jo shumë tek ajo ndjesia emocionale, se si janë këto si personazhe nga Queens dhe Michael Jackson në këtë rast. Ishte shumë kontroversial, duke qenë se familja Jackson është shumë hermetike, shumë e mbyllur, ka pasur goxha influencë në këtë film, madje regjizori Anthony Fuqua është thënë, është raportuar që ka xhiruar gjatë gjithë kohës nga një fugon, nuk ka dalë fare në xhirim për të mbrojtur nga familja që mos kishte influencë. Madje kishte edhe përplasje me ta, duke bërë një sër rigjërimesh të filmit. Dha dorëheqje. Më duket që janë hequr, janë xhiruar dhe janë hequr. Familja ka qenë kontroversale për gjatë gjithë historisë së saj. Dhe sigurisht që... Më duket pak si, po e them që tani ndoshta do të them në fund, po më duket pak si e filmi Realizmi Socialist, ku është ai heroi që duhet të jetë hero me patjetër. Po edhe ashtu ka qenë në një farë pikë, edhe ashtu ka qenë, sepse njihet nga gjithë bota mbar dhe kishte fans. Është ikon, pa diskutim. Për mua edhe unë në një farë mënyrë e lash që filmi të më surprizonte, po pak a shumë e kuptoja që do ishte fokusimi te karriera e tij, te këngët, pra do kishim ato imazhet e koncerteve, ato imazhet ku sigurisht që jo të gjithë e dinë jetën e tij dhe si ka qenë raporti i vështirë i tij me babain, se si ka nisur ai të famshmin grupi familjar Jackson 5, kështu që sigurisht kjo hedh dritë në një pjesë më të panjohur ndoshta për publikun dhe tregon atë raportin që të vështirë me tatin dhe se si ju ngjit majave. Sigurisht ka një moment të caktuar, nuk tregon gjithë karrierën e Michaelit dhe mbi të gjitha nuk fokusohet në ato pastaj që kanë qenë një moment, po e quajmë të errët. Megjithatë unë do ta quaja një film nostalgji për të gjithë ata që... Për mua është bazë shumë i mirë që do ndahet në 2 pjesë, sepse na ka humbur durimi me këto filmat mbi 3 orë ca. Kështu që është se dje u konfirmua për shkak të suksesit global, ka arritur të arktoj mbi $300 milion vetëm fundjavën e parë, kështu që për shkak të suksesit të parë. Që pjesa e dytë ku do ndalojë? Filmi përfundon tek nisja e epokës Bad, pra i albumit Bad, edhe sigurisht që ai pas këtij albumi ka një sër arritjesh edhe një sër periudhe kontroversale, qoftë marrëdhënie me kolegët e tij si Prince, Diana Ross, Tina Turner e të tjerë. Kur e kam bler atëherë ka qenë 25 vjetori i albumit Bad dhe ka qenë në fillim në fund të viteve 80, në fillim të viteve 90, kështu që ka akoma. Në 2000 can ishte 25 vjetori Bad, imagjino se sa shumë vite ka. Unë mendoj që kjo do të jetë një makineri parash për ata që e bëjnë filmin, sepse do krijojë mundësinë për të bërë një pjesë të dytë, ndoshta edhe një të tretë, edhe ndoshta mund ta kthejnë edhe në një serial, ndoshta në të ardhmen, sepse vetë jeta e Michael Jackson dhe muzika e tij vazhdon prodhon dhe gjeneron para, siç është ky Vinyl për shembull, që këtu janë mbledhur disa prej hiteve të tij që kanë shkuar numër 1 dhe sot në 2026-ën gati
një dekad pas vdekjes së tij ai vazhdon akoma gjeneron miliona dollarë. Më vjen keq ta besovim, por nuk do të ketë asnjëherë një trajtim të pjesës B të Michael Jacksonit. Harrojeni këtë pjesë. Atëherë ty a them, varet kush e bën, edhe varet se sa nuk ka lidhje, familja do pranoj ndonjëherë pas për atë pjesë. Besoj Arsi duhet ta ketë ndjekur edhe si juriste. Në një nga gjyqjet e shumta për i akuzuar si pedofil Michael Jackson, një nga ata akuzuesit kur është mbyllur me marrëveshje, se pjesë më e madhe e gjyqeve të tij janë mbyllur me marrëveshje. Do thënë janë paguar ata që kanë akuzuar dhe nuk është se ka dalë mirëfilli, nuk është se ka dalë mirëfilli. Pikërisht. Pra, vazhdon të jetë akoma e hapur, ashtu kurse ai nuk ka këton se ti je shikon si fans dhe si pasionuar dhe goxha i futur në muzikë dhe shumë i profilizuar në këtë. Por ka një argument vetëm në një nga ato kontratat që pikërisht atë personin që akuzonte Michael Jackson, njërin prej atyre ka ndashur në film dhe ka qenë në skenarin e parë, ka qenë shkruar. Dhe shehur sepse ka një klauzol në atë kontratë ku thuhet që ky person nuk ka të drejtë të përmendë më këto lloj akuza në publik. Familja ka bërë këtë pjesë, skenari është ndryshuar, filmi është vënuar me një vit, ka kushtuar $15 milion më tepër dhe pjesën më të mirë të këtyre ka paguar vetë familja si një dëm. Familja ka paguar vetë. Filmi është pasinqert, po filmi ka qëndruar vetëm në atë pjesë që kanë dashur të thonë. Prandaj thash është e rëndësishme që kush e prodhon filmin. Për sa kohë. Jo, pjesë 2 do ketë është konfirmuar direkt pjesa. Nuk do ta prodhojnë dot pjesën B për sa kohë janë me pengesat ligjore. Hajde vemi bashkë live. Po varet si do ta trajtojnë. Ajo nuk është ndaluar së foluri, por varet si do ta trajtojnë dhe për sa kohë ato e trajtojnë sipas mënyrës tyre, kjo gjeneron të ardhura për to. Unë për këtë po flis, nuk po flis se a do të jetë filmi i ndershëm apo i sinqert për sa i përket dhe viktimave të Michaelit, por që do të trajtohet dhe do gjenerojë të ardhura për Sonin dhe për familjen e Michaelit, kjo është e konfirmuar për shkak të filmi ka si nuk do të jetë ai film u thash filmi ka si trajtohen si një gjeni. Filmi ka mbushur gjithë rrjetin dhe median. Për sa kohë Soni, po pra, dhe kjo nuk do trajtohet asnjëherë për sa kohë kjo nuk do trajtohet asnjëherë, nuk do dalë e vërteta për sa kohë armiku i tij më i madh vazhdon akoma sot tek kësaj dite drejton kompaninë më të madhe diskografike në Hollywood që është Tony Motola, që është drejtuesi Sony Music. Ai ka qenë armiku më i madh i Michaelit dhe sigurisht duke pasur të drejtat e muzikës dhe të imazhit të Michaelit, sigurisht që nuk e vërteta s'do dalë asnjëherë në dritë për sa kohë ne do të jemi gjallë. Brezi ynë bëhet fjalë pastaj vitet 2080 apo 2090 kur mund të dalin të gjitha të vërtetat. Nuk po flas për këtë, po flas se sa të ardhurat do gjenerohet nga jeta e Michaelit, nga puna e tij. Dhe kjo do vazhdojë të prodhohet. Unë nuk po them për në biznes. Ana erët e Michaelit nuk do dalë kurrë në film për sa kohë ka pengesa ligjore dhe është familja që Megjithatë ne kemi mjaftueshëm dokumentare dhe dëshmi të Living Neverland e tjerë. Po Michaeli është hetuar nga FBI dhe nga organet e tjera në Amerikë dhe s'është gjetur asgjë dhe këtë se mbulon dot familja. Tani unë përmend ta thjesht një detaj që përmendin kritikët se nuk është hetuar nga FBI dhe nuk ka gjë. Ishte personi hetuar nga FBI. Është hetuar nga FBI për akuzat për pedofili dhe kanë rënë akuzat. Okej, s'pas ka për trafikin fëmijësh, po ama me fëmijët në atë qendrën e vet, si quhej, Neverland. Aty ku është gjëruar. Me fëmijët flinte në krevat. Ai ishte një i rritur që dhe këtë e ka pranuar dhe thotë s'kam bërë asgjë, se më duket normale, thotë, që të flenë me fëmijët që si ka lidhje gjaku. Këtë nuk e kemi hetuar as flemi, këtë e ka hetuar FBI. FBI ka thënë që nuk ka akuza, FBI ka thënë që nuk ka akuza për Michael Jackson para se të vdiste. Se ka rënë akuzat pra, po kjo nuk do të thotë i ka hedhur FBI. Klemi thotë, FBI ka deklaruar që akuzat e Michaelit kanë ardhur pas vdekjes, jo para vdekjes. Pra, kjo është dallimi, jo kur ka qenë gjallë, por pasi ka vdekur, kanë dalë në dritë akuzat, qoftë pastaj të agjencisë që ai drejtonte qendrës që ai drejtonte. Kjo nuk do të asgjë, sepse ka qenë influenca e tij aq e madhe. Jo, Rodina, unë mendoj ne duhet bëjmë dakord për një diçka. Rodina, unë mendoj që kur flasim, unë mendoj që duhet bëjmë dakord që ne duhet flasim baz fakteve dhe jo baz të mendimeve apo për gjërave që ne lexojmë në internet, sepse ashtu sikur të lexojmë për Michael Jackson, ashtu lexojmë edhe për mua dhe për filmin dhe për njerëz të tjerë. Ne duhet bëjmë dakord të gjithë që duhet flasin në
baz të fakteve, qoftë edhe si gazetar apo si jurist. Për sa kohë faktet tregojnë. Që ai thot, e ka pranuar, e ka pyetur gazetari. Ne po flasim për FBI-n që është buroja kryesore e hetimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës së Amerikës. Ka rënë akuza, mund ta ketë tërhequr personi. Jo, FBI e ka hatuar, jo. Shiko, FBI është buroja që heton, ato e kanë hedhur. Andi, dëgjoj, që mos bëjmë diskutime, tha FBI. Prandaj thash duhet të bien dakord. Shiko, që ta mbyllim. Për të diskutuar për këtë duhet bien dakord në njerëz të përbashkët. Realiteti është ky. Bota është ndarë në dysh. Fansat që vazhdojnë dhe nuk duan ta pranojnë dhe s'duan as të dëgjojnë për këtë histori. Jo, në ndak kështu bota. Shiko, pas këtij filmi, andaj do të njeriu nga artisti, e bëjmë të shiko, pas këtij filmi, rrjetet sociale e njohën gjeneratën Z me një ikon të cilën nuk e dinin dhe ishte bërë cancel, nuk e njihnin gjenerata e re. Ishte bërë cancel, Klemi? Sepse ishte lënë në arrest, nuk ishte se përstare. Teoritë gjithashtu këto që thuhen që është folur që ai ka. Po be, është edhe akuzat, por atë që po thoja, rrjeti është mbushur me një pozitivitet që ku kemi qenë ne si gjenerat që nuk e kemi njohur famën e po si po e njohin? Po e njohin për gjysmë, se ky është problemi. Po e njohin nëpërmjet koncerteve që ai mbushte plot. A mund t'i fal, okej, atëherë ti je dakord që një artisti me që është një talent i jashtëzakonshëm i duhet falur gjithçka ka bërë? Absolutisht jo, po çfarë ka bërë, duhet të faktohet. Të lutem tash, mos Jo, pra, unë prandaj thash që duhet ta ndaj. Hap dokumentaret e shifi. Me fakt apo me teori konspirative. Pra me dëshmira të cilave unë i kam besuar personalisht. Gjysma e botës i beson dhe unë dyshoj edhe te përgjigjet e tij, kam dëgjuar përgjigje të tij të cilat nuk më bindin. Kam dëgjuar. Mund të marrim gjysma e botës beson kështu dhe Andi, nuk e di me kë fleti që besojnë toka sheshesh, po unë nuk jam me asaj kategorie. Unë po të them, kam dëgjuar intervista të tij, të cilat nuk janë fare të besueshme. Kur ai thotë që unë kam fjetur me fëmijë dhe s'ka asnjë gjë të keqe thotë. Që fëmia im thotë të flej me një të panjohur të rritur. Ai thotë s'ka asnjë problem. Se s'ka problem. Si thua ti? FBI thotë që këto nuk janë akuza. Kush jam unë që duhet? Po si thotë FBI? Po lërt, nuk kemi me argumenta, të lutem e lëm këtë tash se. Për fakt. Po s'është fakt, nuk e ke fakt. S'ta besoj që e ke fakt. Fakti që ai ka hapur një qendër strehimi për fëmijë të pastër. Mbas çështjes Epstein kanë dalë dhe shumë fakte që ndoshta Michael Jackson ndihmonte shumë fëmijë që i ka hequr nga ajo mbrella e Epsteinit, ose kanë dalë. Po patjetër që kanë ndihmuar ai se si do e mbulonte atë stiljetë. Po sigurisht që kanë ndihmuar, pse kishte me 10 fëmijë që mbante aty. Unë e kuptoj debatin, po unë kam nevojë domethënë gjitha. Për atë pyetje që po më thoshe që parë, unë mendoj që figura e Michaelit në këtë film nuk është e zauruar. Pra ne kemi vetëm një anë të tij dhe sigurisht ky film është bërë për qëllim në një farë mënyrë për të rehabilituar figurën e Michaelit. Pra, për të rishkruar historinë e Michaelit. Për të rehabilituar figurën e tij, pikërisht për atë anën e errët, ato që kanë qenë. Dhe sigurisht kjo në një farë mënyrë gëzon fansat, gëzon ata që e kanë dashur, gëzon ata që nuk duan të besojnë në këto gjëra. Po të shikosh filmin, ka ca momente kyçe që tregon që ai ishte për shembull shumë i dhënë pas një filmi të caktuar që është Peter Pan dhe nga aty ideja për të krijuar pastaj Neverland. Në një koncert ai ka një moment ku ka një incident dhe nga aty duke parë fëmijët e tjerë që vuajnë, thot unë kam dëshirë të ndihmoj ata. Pra këtu delana humane e Michaelit dhe sigurisht edhe filmi ka një drejtim. Do të na çojë drejt të mirës, drejt asaj që ai mund të ishte si njëri. Por kjo nuk ka pak e marr për referencë filmin unë për sa i përket historisë së vërtetë. Nuk e marr për referencë për historinë e vërtetë. Filmi mund të vlerësohet nga ana artistike. Kjo nuk ka heq dyshimet që dhe pala tjetër. Nuk i referohen për historinë e vërtetë. Që i ka bërë këto akuza nuk ka të drejtë të tjera. Në juridiksion dhe kudo ekziston ajo që ne themi duhet ketë fakte. Pra në momentin që ekzistojnë faktet, para fakteve nuk kam opinion. Çfarë mendoj unë është që filmi nuk ka ezauruar, nuk ka shkuar në thellësi. Dhe aq më tepër nuk i ka shkuar kësaj çështje. Pikërisht ndoshta për këto arsye, sepse nuk e dim se deri ku qëndrojnë faktet, nuk e dim se deri ku qëndron e vërteta, nuk e dim deri ku ka shkuar. Di që familja nga ana e vet ka qenë okej për prodhimin e këtij filmi, pikërisht për të rehabilituar figurën e tij, sepse në Netflix ka patur një dokumentar ku flitej për anën e errët.
Pra, ka dashur të Ka qenë balancohet një dokumentar shumë i fort. Ka qenë një dokumentar dhe për mendimin tim mund të jetë shumë subjektiv, po mendoj që me nota shumë të forta të Që në Sundance Festival, kanë qenë rrëfime të cilat ti është vështirë të mos i besosh dhe të mos i ndjesh ato rrëfime, se dukeshin që ishin rrëfime shumë të mbetet pastaj në ndjesitë tona, vërteta. sepse kur shikon filmin thua, ua, po si ka mundësi një njeri që dashuron fëmijët, që është i dhënë pas Peter Panit, të bëj keq fëmijëve, dhe nga ana tjetër kur shikon një dokumentar pra këto ndjesitë tona dhe prandaj bëjnë ato procese gjyqësore ku filmi është vështirë të merret për referencë në këtë rast. Ti duhet marrësh videot reale të ti, intervista, çka ka ndodhur në realitet. Filmin e marrim dhe diskutojmë nga ana artistike. Filmi nga ana e kritikëve në ditët e para u shkatërrua. Tha është një nga filmat më të dobët që është bërë ndonjëherë biopik. Ndërkohë që nuk është referohet historisë filmi, jo realizimit teknik. Por audienca bëri komplet kundërtën dhe është një nga ato rastet unike në botën e kinemas kur kritika jep një rating shumë të ullët, por audienca jep maksimale. Kritika i ka dhënë një rating të ullët për sa i përket vërtetësisë së historisë. 300 milionë euro i ka bërë. Rastet e ralla janë publiku ka ikur në kinema. Njësh me publikun. Më dhe nuk është lajmë thua që kritika është edhe publiku këtej. Kur janë të dy një, atëherë suksesi një filmi, një libri apo një çdo vepre tjetër artistike apo dhe një këngë. Tani, unë arrit të kuptoj që filmi kishte për qëllim të bënde pikërisht këtë debatin që bëmë ne këtu, të përplasim dhe të rikthehemi ka fakte, s'ka fakte. Fakti është që çfarë do lloj gjëje që të pëlqejnë fansat, edhe nostalgjikët. Unë dua këngën e Michael Jacksonit, ritmin, ja di këngët, mund ta vësh muzikën tani filloj të Unë jam i 92-shit, unë se kam njoft në Michaelit, unë kam 92-shit se njoft Michael. Por të them, kur ti thua një film biografik dhe tregon vetëm atë pjesë të biografisë që do ti, ky është manipulim. Po ajo gjë me bëhet me çdo film. Jo, me cilin personazh bëhet? Nuk bëhet. Biopikët janë të referuar në realitet. Biopikët prandaj quhen film biografik. Sepse bazohen në biografi. Tani të lutem. Ku e diti që është në 100%? Kush është film biografik? Kush është 100%? Lincoln, pra të mori Oscar, çfarë është? Është Lincoln. Lincoln është shpert. Po është personazh, nuk është personazh i viteve të fundit, po flasim për një personazh që nuk ka pas as showbiz atëherë, as tashë theme, as gjë. Por ti mund t'i thuash tashë theme. Ideja është shumë e thjeshtë. Hajde marrim si ta tregojmë tani, e kemi faktin, është rishkruar skenari. Pse është rishkruar? Pse Janet Jackson dhe dy vëllezërit e tjerë nuk kanë marrë pjesë në film, nuk kanë dashur dalje në film. Nuk i ke në film, një pjesë e familjes nuk e ke në film. Shiko, unë nisa me vibe-in, një sekondë se ta kalojmë çik pozitivitet. Jo, pozitive është për ata që unë nisa me vibe-in. Duan muzikën. Për muzikën, po pra, unë nisa për muzikën. Pra, të është filmi. Por klimi pyetja ime është këto, se muzikën e Michaelit e kanë dashur. Po ky është filmi pra. Por në moment unë isha në një salë me 300 veta që të gjithë po tundeshin dhe po kërcenin. Kota është ndarë në gjysmë, për gjysmë. Pra, njëra anë thot, nuk është e vërteta që ka ndodhur, që ka bërë ai, pra jeta e tij, edhe ashtu pedofili, pra, dhe gjysma tjetër e botës beson që Michael Jackson ka qenë pedofil. Pra, ka abuzuar me fëmijët që ka pasur në shtëpi. Është kjo e filmit. A mundesh do ti ta ndash, pra, artistin nga jeta e tij? Pra, si mund të kërcesh ti me këngën e tij kur mendon se çfarë ka bërë ai njeri me fëmijët? Kam faktuar pra se kjo është ajo që propozojmë të pranojmë. Që toleron dikush. Po pra, kjo është gjëja që ne arriti vendet e para në Spotify. Por nuk e kam të vështirë të ta shijoj, më si dikur. Unë se besoj që ai ka qenë. Unë atëherë nuk e kam ndjerë. Unë atëherë se kam ndjerë. Unë kam lind në 92-shin kur Michaeli po fillon të periudhën e rënies. Ku ti ngjoja këngët e Michaelit? Shiko, është e pamundur ta ti vësh historinë e jetës. Jo, po është e pamundur ti vësh një pikë ti diskutimi. Unë dhe 2 miliard veta të tjerë nuk besojmë që ai është pedofil. Dhe ne duam këtë film. Ju që besoni për shembull që ai është pedofil, ky është diskutim tjetër dhe nuk është halli filmit ky. Nuk është filmi, është bërë për një brez që nuk e ka njohur Michael Jacksonin, siç e keni njohur ju. Është spektakli, një lloj show, zore po se po shef një koncert të tillë dhe po dëgjon këngë. Është film. Flasim për një film biografik. Që ty të sjell detaje nga të cilat ti e adhuron Michael Jackson, sepse ja ti e kish trajtonte, sepse ai arriti ashtu me tundimin e vet të rritej, të piqej, më në fund dilte nga tutela e teatrit, arriti të kishte zërin e vet, arriti të kishte suksesin e vet. Automatikisht Michael Jacksonin e ke shndruar për të gjithë brezin e ri, që nuk e njeh fare, e ke shndruar në idhull.
Tani ky prandaj them është manipulim. Nëse Po ti jo nuk se ja ky thua Brezi të ka dhe gjitha- dokumentarin në Netflix. Jo, nuk e ka dokumentarin Po e ka në në Netflix. Netflix. Pra unë nëse dua të di Kur ti jetën, thua, jo prit pak. dokumentari është hetim. Filmi biografik është film që bazohet në biografi. Jo gjithmonë. Nuk quhet biografik, Po gjithmonë sepse ai jep biografik në karrierë. Është film Ai tregon artistik. një thriller, është albumi më i shitur në botë, ata jep filmi dhe ky është fakt. Kudo jashtë në gjininë e kinematografisë, ku përcaktojnë gjininë e filmit janë shumë të saktë. Kur thonë është biopik dhe nuk e luan Nuk do të topi. cilësohet biopik ky, sepse është shumë përgjysmë, është shumë si Biopik, prandaj është kjo pjesë, biopik unë kam marrë vetëm këtë pjesë të jetës që më ka interesuar mua. Të vi unë do të them vetëm gjërat më të bukura të jetës time dhe mos të them asgjë tjetër. Çfarë ka shënjuar njeriu në jetë? Vetëm një e mirë apo dhe e keqja? Dhe artistin. Shiko, ai është ai Më thuaj pak ti vet, a mundesh do ta ndash këtë se ky është debati më i madh mendoj unë. Unë kam konsciencën time sepse merrem me këtë gjë. Ti ke parë atë dokumentar, po mua ai dokumentari për shkak më ka tronditur kur e kam parë. Se është i tillë. Pra ti kupton se sa fuqi vërtet ka brenda. Për këtë arsye, unë sot them që e kam shumë të vështirë ta ndaj njeriu nga artisti. Është vështirë. A mundesh ta shijosh plotësisht muzikën e tij siç e ke pas shijuar si në adoleshencën time kur nuk di asgjë dhe nuk dolën skandalet, jo nuk e shijoj dot. Pikërisht. Unë kam kërcyer edhe ritmet, si gjithë se s'kam qenë unë kërcimtare, po ne gjithë të rinë Brezi jon, kemi kërcyer, kemi mësuar tekstet e tij, po unë sot e shoh, kam nostalgjin, muzika më pëlqen se arti të bën për vete. Është lëviz, ta thash në fillim, nëse do të ishte në një kinema verore që të kisha mundësi të kërceja, do kërceja. Pra do kërceje? Po, unë do të kërceja. Unë ndaj plotësisht në mendja jote. Do ju Mendimi im ndahet nga kjo. Ti çfarë ndjesie kam unë për shkakun kur dëgjoj muzikën e tij tani pasi ka ndodhur gjithë këto gjëra. Nuk është e njëjta gjë, por i referohem këngës Ermal Metës në Saremo, që është pikërisht Stella Selina. Ti kur e dëgjon atë këngë, që është një këngë e jashtëzakonshme, mrekullueshme, është një këngë që të thërret të kërcesh ritmi. Nga ana tjetër, teksti është i tillë që ti thua, prit, se unë nuk mund të kërcej, se nuk është për të kërcyer, pra nuk mund të unë të gëzoj dhe t'jem kaq e lehtë dhe kaq easy gjithçka, kur nga ana tjetër ka ndodhur kjo gjë. Historia është dramatike. E njëjta ndjesi më ndodh tani kur dëgjoj këngët e tij. Janë shumë të bukura, të tërheqësh shumë patjetër të kërcesh pas ritmin. I kam blerë diskjet e tij më herët pafund patjetër sa herë që më kanë rasti. Por tani ka një gjë që më mban, thotë nuk mundet sepse të vjen parasysh se pa mundur ta ndash artistin nga njeriu. Është e njëjta ndjesi edhe pse janë. Po nuk është dënuar më ndonjëherë ky person. Po më dakord se filmin do vinë ta shikojmë. Është dënuar. Ai vazhdoi të them seriozisht, është ai ke rastin e ne të besojmë dhe çfarë zgjedhim ne të marrim për të vërtetë. Unë mendoj që ne mund ta ndajmë artistin nga arti, po këtë e bëjmë në mënyrë selektive. Ka disa artistë që ne kemi më të thjeshtë për ta bërë këtë gjë, dhe ka artistë të tjerë që ndoshta e kemi më të vështirë për ta bërë këtë gjë për 1.000 arsye. Se ka pasur 4.8 miliard faqe. Ka artistë për shembull që ndoshta janë edhe dënuar për abuzime, për keq trajtime si R. Kelly për shembull, apo edhe për komentet nga më të ndryshme, dhe sërish jeta e tyre ka vazhduar për njësoj. Për shembull Chris Brown sot mbush stadiumet ndërkohë që është dënuar për dhunë ndaj Rihanës. Kështu që pra në teori, ne mund të ndajmë artistin nga arti, por në praktik, ne e bëjmë në mënyrë selektive. Ne si qenie humane, jo ne personalisht. Unë mendoj që varet edhe faj nga faj. Kur bëhet fjala për pedofilin, unë mendoj që aty nuk ka njeri që... R. Kelly për shembull është dënuar për pedofili. R. Kelly është dënuar për pedofili dhe vazhdon akoma muzika e tij dëgjohet. Është producent edhe reper i njohur, por nuk ka pasur famën e Michaelit. Por ka qenë fakt dhe kur njerëzit kanë reaguar ndaj këtij fakti, për Michaelin për shembull për shkak të famës edhe për shkak të me famën e madhe vinë dhe të gjitha informacionet si të vërteta si të rreme. Prandaj thash, është ajo që zgjedhim ne për të besuar. Një pjesë e botës beson që nëse ai s'është dënuar, kjo gjë nuk ka ekzistuar. Një pjesë tjetër me të drejtë thotë, për sa kohë ka pasur akuza, ka diçka të vërtetë në këtë histori. Prandaj është e vështirë për ta ndarë, sepse a do të besojmë faktin, apo do të besojmë atë që na thret neve brenda kur shohim atë dokumentarin që është e pamundur ta refuzojmë. E pastron figurën e Michaelit ky film? Për ata që nuk e njohin ose kanë ato... Edhe sjell në kohët moderne, sepse tani rrjetet sociale janë mbushur feedi plot me skena nga filmi me persona që kërcejnë në skenë, kështu që e ka sjell në një farë mënyre në Spotify arriti në ndërvendet e para këngët që janë bërë 50 vite më parë, kështu që e risollin në një farë mënyre edhe muzikën. Si mendoni, pse tërheq kaq shumë muzika e tij?
është një pop shumë i veçantë. Asnjë nuk ka bërë... Asnjë se ka përsëritur dot në atë formë. E vërtet. Është vërtet pop, po është unik në stilin e tij. Asnjë nuk ka sjell një muzikë pop të këtij lloji. Një krijimtari që mbetet në hije ka shansin që të kërcejë më njëherë në vendet e para të renditjes, sepse është lënë në hares. Kushtohet dhe një film pasaj që kultivon pjesën e idhullit, e gjithë këto gjërat e tjera dhe fillon brezi ri thotë, o prit se pas ka qenë dhe ky kërcimi, apo pas ka qenë dhe ky ritmi, apo pas ka qenë dhe ky teksti, apo pas ka qenë dhe ky aktor, ky këngëtar i vuajtur e tjerë, fillon dhe jep të gjitha dozat se bollë dhe kurioziteti, ai nuk e ka dëgjuar fare këngën Billie Jean. E dëgjon aty një fragment, i pëlqen, fillon edhe shkarkon. Dhe kështu ngrihen të gjitha dhe në Spotify dhe kudo tjetër. Dikush nga nostalgjia, dikush nga kurioziteti, pra fakti që ka qenë në hije për kaq kohë sigurisht ka bërë efektin asaj që ndaloi një gjë ajo do zhvillohet dhe më shumë në momentin më të parë që do të shfaqet. Mendoj që filmi e arriti qëllimin në këtë pjesë, por sigurisht arriti qëllimin të ndezi edhe polemikat. A është vërtet kaq e pastër sa që bën fakti që një pjesë e familjes i mungon, fakti që familja ka ndruar skenarin, fakti që nisëm për një skenar të plot për të gjithë jetën e tij, por pastaj shtyn me një vitxhirime dhe dham vetëm gjysmën, vetëm pjesën e parë të jetës së tij, sigurisht të lë vend për dyshim. Nuk ka arsye nëse të gjithë gjërat do të ishin të pavërteta, sajesa, etj, filmi do ishte bërë i plot, do rehabilitonte, do i the poshtë gjithë akuzat, do i the poshtë çdo gjë tjetër. Rovena, po ndoshta kjo që po thotë Shiko, është produkt, mund të prihet në dy pjesë sepse nuk shihet në filmat e gjatë. Familja të kërkojë por fakti që familja një pjesë e familjes e ka akuzuar vete para, motra e tij ka qenë një nga personat që e ka akuzuar e para, jo Xhenet, motra tjetër, ka qenë një nga të para që në mes të viteve 90 ka qenë ajo që e ka akuzuar Michaelin e para për abuzim edhe për keq trajtim. Dhe pastaj u tërhoq akuzave dhe ja hodhi fajm ish bashkëshortit të tij. Prandaj dhe familja jo gjithmonë është kaq në favor të Michaelit, edhe jo gjithmonë është aq e pafajshme në gjithë të histori. Dhe unë nuk mendoj që familja e tij duhet marrë si burim kryesor informacioni apo fakti. Nuk marrim asnjë lloj burimi informacioni të marrim vetëm regjizorin. Në momentin që motra e vetë ka akuzuar për abuzim. Po gjërat që ka lënë ai, gjërat që ka bërë ai, kanë qenë mjaftueshëm. Familja e tij ka qenë nga shfrytëzuesit më të mëdha, ti e di historinë e fjallit të tij. Po pra, po dhe ti e di historinë e pedofilëve në përgjithësi se çfarë histori e kanë më herë dhe çfarë bën një pedofil, çfarë ndikon shumë. Sepse ata nganjëherë janë viktima të familjeve të tyre dhe përfundojnë të tillë. Po ai nuk është abuzuar seksualisht nga jati. Janë argumenta që të çojnë aty. Po nuk është abuzuar seksualisht nga jati. Ai nuk është abuzuar seksualisht nga jati. Ai është dhunuar nga jati dhe abuzuar psikologjikisht nga jati për të bërë këtë lidhje me pedofilet e tjerë. Nuk do të vi fare çështje se pedofilisë ta thash. Është çështje që disa zgjedhin të besojnë faktin dhe disa të tjerë zgjedhin të besojnë asaj të brendshme të tyre që mendojnë që ky artisti apo kushdo tjetër. Jo, fakti nuk e kemi ne këtu asnjë. E kemi sepse për sa kohë nuk është dënuar, kjo është fakt. Ne kemi dokumentarë. Ke edhe vendime gjykate, ke FBI-n që ka zgjedhur. Argument fare, edhe atë të besoj. Po çfarë smerret policia, gjykata jo, qeveria jo. Nuk është marrëveshje me shtetin. Akuzën ti e ke pasur. Nuk është marrëveshje me shtetin. Përse s'janë marrë asnjëherë. Akuza ka qenë, akuza është tërhequr. Edhe sot. Akuza është tërhequr dhe ti e di shumë mirë se si mund të tërhiqet akuza. Dhe për çfarë arsye? Mund të jenë paguar ata njerëz, mund të jenë bërë marrëveshje që ta tërheqin se po në rast se kanë dashur ta shfrytëzojnë për të fituar një pasuri për shembull nga Michael. Pra ky ka qenë një dyshim për ta, por unë mendoj që dokumentari i ka vënë shumë vulën sa historie. Dokumentari shumë i fortë për të bindur. Mënyra si rrëfehet në atë dokumentar për mua ka bërë diferencën. Nëse ju ftoj ta shihni që të kuptoni dhe të Jo, e kemi parë dokumentarin, por ta thash. Për sa kohë nuk kemi një fakt nga gjithë ky dokumentar, i cili është rezultati. Po ti s'mund të kesh, s'mund të kesh një video. Videon kërkon ti, nuk mund ta kesh videon. Prandaj dhe ti kërkon tani bazohesh mbi dëshmitë e njerëzve. Prandaj dhe nuk janë marrë për bazë akuzat nga FBI, sepse akuzat që vinë zakonisht pas vdekjes apo pas një periudhe shumë të gjatë kohe, pas dekadash, janë shumë të vështira për të faktuar. Mund të ketë edhe shumë njerëz të interesuar që kësaj historie mos i gjendet fundi kurrë. Unë e thash emrin e një personi që intereson kjo gjë. Ndërkohë që nëse ai vazhdon dhe shkëlqen miti i tij dhe ikona e tij, ka vetëm të fituar apo jo? Jemi dakord këtu? Unë u thash emrin e armikut tik kryesor që dëshiron. Sony Pictures bëri luftë shumë të madhe që të merrte të drejtat të filmit të muzikës Michael Jackson dhe me zorja doli disa vite pas vdekjes së Michael Jackson të merrte gjysmën e këngëve të Michael Jackson, kështu që ka pas një armik shumë fort është Sony Pictures. Unë them që This Is It ishte goxha më dinjetoz dhe më i bukur se sa ky, pavarësisht se ky është ai ishte dokumentar se jepte momentet e fundit, edhe ky është film
artistik, po nëse do t'i kishin hequr atë biopikun, nuk do kishim bërë kaq shumë diskutime dhe do t'ja kishim komentuar pak më thjesht. Mendoj unë. Kur ti e thua biografi, fansat e ti janë aq të çmendur sa ti edhe po të komentosh një gjë në Facebook. Po jo, janë edhe jo fansat, realisht, janë edhe jo fansat, janë ato personë që nuk e njohin fare. Janë të shumë duhet thënë, kështu që jam me edhe ishte një rast i mirë. Po kjo ç'ishte? Michael. Erdi thriller. Erdi thriller i Michael Jackson. Erdi Michael. Nuk u duk në ekran asgjë, po na kaloi një masë këtu, se si erdhi se ka hyri. Kaloi këtu, po bën xhiro, se Po ishte shumë e bukur ta kishim pasur në kamerë, ato ishte. Kujdes kur flet. Ka hyrë nga dera e pasme me siguri. I kemi afër këtej nga kjo anë e godinës që jemi. Jemi në fund, po. Për dyzimi, për sa i përket dyzimit të figurës të Michael Jackson dhe si ai shihet në botë, të paktën në Europë, mund të them që kam vënë diçka që në disa vendet e Europës, nuk mund të di të gjitha, që nuk shfaqet kaq masivisht filmi i tij. Pra, nëse ka një qytet disa kinema, vetëm një ka shfaqur. Kinemat e filmit autor nuk e kanë shfaqur. Po kinemat e filmit autor nuk kanë, kinemat e filmit autor nuk marrin filmat e fundit. Cila është arsyeja? Nuk i marrin, nuk i marrin dot. Për hir të dritjeve që nuk janë fshira në. Jo, kinemat autor. Kinemat autor thjesht nuk mund të shfaqin. Po nuk e shfaqin dot, nuk kanë të drejta për ta shfaqur. Nuk them vetëm për kinemat autor, edhe për kinemat e tjera që shfaqin të gjitha. Kinemat e tjera e kanë shfaqur. Sa do vazhdoj apo ju se keni të përcaktuar? Ne nuk përcaktojmë për asnjë film, por unë dua të theksoj faktin që erdhi Michael pas një serie jo të mirë filmash biografik ose biopik le themi, siç ishte për Amy Winehouse ose Whitney Houston, cilët nuk kishin në nivelin e duhur, ndërkohë që filmi Michaelit ishte në nivel të mirë pavarësisht gjithë diskutimit që bën për ndjesin që i fali njerëzve në kinema dhe për... Po, kam parë kudo në fakt, kur mbaron filmi në kinema, janë të gjithë duke vazhduar, duke kërcyer me muzikën, që është e pritshme të ndodhë kështu dhe është e padiskutueshme, kështu që do t'jetë edhe një tjetër film javën e ardhshme. Devils Wear Prada. Vetëm e lajmërojmë tani, por në momenti që do të premiera kur është. Filloj që dje. A, ka filluar dje? Disa me fate pa ndje, kishim para premierën botërore, filloj dje. Kishit për ftesa, po, e di, po, javën tjetër ne do t'jemi me djalli Fishet me Prada 2, sepse ta i ka që një film i shumë pritur. Atje do verë me çështje stili, çështje mode. Pak më thjesht. Po në këtë rast ishte i pashmangshëm. Aty mund të ketë një debat, a është më mirë nga i pari, është më mirë i pari apo i dyti? Patjetër. Se ta po thonë që është i dyti. A janë outfitet më të bukura. Ja, do ta mbyllim me këtë i dyti që nga më i mirë se i pari. Ta po thonë që është më i mirë, po. Ja ta shohim sot. Duhet parë dhe ai patjetër dhe do jemi sërish këtu për ta. Lemi dis shumë mirë Ju që të falenderoj heshin shumë. kinema. Ju falenderoj shumë që ishit këtu sepse koha ka fluturuar dhe më duhet ta mbyll. Faleminderit që ishit të gjithë këtu në këtë diskutim. Ne do të kemi publicitet, kthehemi pas pak. Faleminderit.